Njeriu vetvetiun e bën lumtur. Nuk kam unë fëmijë. Me sa dhe nipi. Që tash ti jetë bash pa skelm, besoj që është i lumtur. Do të me kon i kënaqur me vetveten, se nëse nuk je me vetveten i kënaqur, atëherë s'mundet me të kënaq kërkush, sinqerisht. Tjetër apo diçka vajza apo djali ka mbet. Jo, ajo është gjendje. Tash ti bashkëjetojnë, tash mua m'pëlqen. Ose dikush tjetër mu pyet për ty, me vendos për ty. Absurd. Ti përfshin e familjes? Natyrisht, familja është ajo që të man. Mirë, faleminderit. Si po kalon? Po mirë. Ka puna vini? Prishtinës. Ka Prishtinës. Na dhat një përsheshje për momente kur ju pam tam të harreshëm këto. Faleminderit. Sa mirë kur shon njerëz pozitiv këto. Mirë. A do të ka të bën të lumtur një jetë? Po shqo, njeriu vetvetiun e bën të lumtur. Shqo, duhet me ditë, është po energji pozitive, mos me pas negativitet. Që ajo është? Është një kohë, tash kohë e pa kohë për mendimin tem, po njeri duhet me qenë vetë me qenë pozitiv. I herën shumë. Si person pozitiv ka që shumë që... Mua, po nuk e di, natyra eme, nuk e di, sinqerisht nuk di, vetë natyra eme është ashtu. A të parë momentet ma të lumtura të jetës tuaj, cilat i keni? Momentet ma të lumtura, kam me familjar, gjithmonë. Ka një moment që sot e ruan, që e keni momentin ma të bukur? Po, sot e vërtet është, sot mesa jem, i mush 18 vjetë, edhe është ditë shumë e lumtun për mua. Ditë e veçantë, faleminderit shumë. A ka më mirë që një mbes, domethënë, të përjetoj pranë një familje, domethënë, të mbush 18 vite dhe të bën të lumtur si person ty? Po, shumë, me të vërtet, shumë. Jo vetëm mu, krejt familjarët, veç se, po them, veçanti se jem të lidhur shumë me ta. Ju ka një fëmijë sa fëmijë keni? Jo, nuk kam unë fëmijë. Me sa dhe nipi. Okej. Po. Keni fëmijë? Jo. Jeni single? Po. Shumë mirë. Po, i kesi tu të tafni? Po, normal. Normal. Sa ta përmbushin atë zbrastiren? Temi. Unë them s'kam zbrastir fare. Nuk ndi zbrastir. I kam gjithçka. Sa mirë. Gjithçka. Se disa dra s'kanë gëzuar habitetin nën, e kanë atë dronë që nuk jetojnë të lumtura, janë të zbrasur. Ajo shumë gabim. Unë thash, më du si ndush të gjesh vetë. Më du si gjindet vetë, që ajo është e vetë njeriu. Nëse ti atëherë mendon diçka negative, është për qela ajo negativitet, atëherë s'mundesh me qenë i lumtur, sigurisht. Që ajo? A mund të jetë një grua e lumtur nëse s'ka fëmijë? Po, shqo, tash ti jetë bash pa skelm, besoj që është i lumtur. Ama si rasti jam, unë jam shumë e lumtur. Nuk ka qysh ma, sinqerisht. Sa mirë. Po këtë vendimin që e ke marrë të jesh single, është i vendimin duhet? As pak nuk jam pishman. Sa mirë. Ti përfshin e familjes? Natyrisht. Jo të gjitha e kanë atë patë. Sa mirë që e bekuar e për një familje? Tash, familja është ajo që të man, adin pozitiv, trungu, do me thonë që e ndin vetën taman. Që tam gjitha të revojzave, që njësën dhe më thënë si ju janë single, po nuk e kanë pështjeti nëse e kanë adronë që nuk mund të jetojnë vetë, dhe më thënë. Po shqo, nuk di që ka kisha mujti, që ka me thonë veç se me gjetë një modus, me gjetë, shqo, si cili njeri brenda vetit, e ka atë, mundet me gjetë atë forcën, nëse punon. Mundet me gjetë forcën edhe me shku për para. Se fundja fundit vetë kemi linë, vetë kemi vdek, shqo, nuk është që tashti, po, janë gjanat për neve që na e zbukurojnë. Ama, fundja fundit duhet me gjetë. Duhet me kon i kënaqur me vetveten, se nëse nuk je me vetveten i kënaqur, atëherë s'mundet me të kënaq kërkush, sinqerisht. Unë e paramendoj ashtu, ajo është mendimi im. Martesa, vendim apo zgjedhje sipas teje? Zgjedhje.
Zgjedhje, nuk është më ajo koha libungut, që ka qenë pa tjetër, apo diçka vajza, apo djali ka mbet. Jo, ajo është zgjedhje. Nuk është e domosdoshme, ajo është zgjedhje njerit. Tash ti bashkjetojnë, tash mu pëlqen. Pëlqen kjo jetë, me të vërtet po. Çdo me thonë tash, ose dikush tjetër mu pyet për ty, me vendos për ty. Ka qenë kalum. Absurd. Ka gjetë dikush fatin e dikujt. Ajo është për mua absurd. Unë ato s'muj me kuptu kur. Se kam kuptu kur edhe s'unë e kuptoj kur. Absolut. A mendon që ka hala familje që zgjedhin fatin për Ka, sigurisht, sidomos na për vende rurale, sigurisht që po. Fatkesisht, po, shumë. Për mendimin tem, po, çdo njeri ka drejt me zgjedh more me vetë me vendos për jetën e vete. Unë ashtu mendoj. Jonë mundet një këshill, mundet një ama me vendos, jo. Pse në vende ku jetojmë të na, nëse një grua nuk ka zgjedh fatin, s'ka dash të martohet, pse shumë vlitet për to? Pse është mentaliteti shumë mrapa jem na hala, na duhet shumë. Po, jem mrapa shumë, jem provincial, shumë shkurt, jem shumë provincial. Qajo është. Se shqyqon, vende tjera pse janë për para, pse secili shikon punën e vet, secili ecë rrugës vete, e të na shumë e keqe. Qysh është fjalla popullore, hambukën e veti bën gajlet e huja, e kështu është të na. Fatkesisht. Po duhet gjithë kësaj teme që se duam një mesazh gjitha femra sidomos, që kanë statusin si ju, edhe ata që paraqikojnë. Çfarë ju shëton në fund? Femrave, ju kisha thonë që kënaquni, jetoni jetën, keni lind të lira në këtë botë, jetoni maksimum shijoni jetën, se ju takon e meritoni. Paraqykim, ju kisha thonë njerëzve mdhimën, sinqerisht mdhimën ata njerëz. Janë, çfarë më thonë, tull. Të ne them shqiptarët, kaq dinë dhe flasin. Po kaq dinë dhe flasin, po ndoshta dinë edhe më shumë, po janë keq çfarë po di, nuk është e mirë, shumë shkurt, s'është e mirë. S'po du me hima detaje tash bash. Nuk është e mirë. Urna. Shumë që bisedova me juve. Të uroj më të mira në jetë, shumë suksese, shëndet. Shumë faleminderit gjithashtu. Kalofshi mirë.